Mirë se vini në episodin 18 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi desh konstruktive dhe mbi të gjitha politikat majta publike. Kam nderin të kemë ftuar Erjon Malaj, tashmë kandidat për deputet në listën e Tiranës me Partinë Socialiste, po gjithashtu edhe pedagog, akademik, gjithashtu edhe drejtori i Institutit Konfuzi në Universitetin e Tiranës, kështu që vjen nga backgroundve të ndryshme Erjon, kështu që faleminderit që erdhët në podcastin Majtas. Faleminderit ju, kënaqësia është ime. Unë doja të flisja pak për arsyet e angazhimit tuaj politik tashmë. Domethënë që nga platforma deputeti që duam, tashmë jeni në listat e sigurt, le themi. Pra që priteni të jeni deputeti kuvendëtarshëm Shqipërisë, por nga akademia, nga sektori, le të themi shoqëri civile ose privat në politik, ju e përmendni shpesh që jeni edhe një lapraks i rritur par excellence, i rritur lindur në Tiranë, rritur në Laprak, me origjinë nga Tropoja gjithashtu. Tashmë kandidat për deputet, mund të tregoni pak si erdhi ky rrugtim dhe cilat janë prioritetet tuaja politike? Shiko, unë mendoj që erdhi natyrshëm ky ndryshim në jetën time. Në fakt, kisha kohë që mendoja se ishte momenti për të angazhuar në politikë, por asnjëherë nuk e di tamam rrugën e duhur se si mund të fillosh të angazhohesh në politikë. Nuk është gjithmonë si në një institucion apo në një korporat ku ti fillon dhe ngresh shkallët një nga një dhe do që të arrish një qëllim caktuar. Në këtë rast mbaj mend kur platforma deputeti që duam filloi regjistrimet apo aplikimet, më saktë, aplikimet e reja. Një gjysmëmendje më thoshte pse mos ta bëj edhe unë një aplikim, pasi do doja shumë që të isha pjesë e politikbërjes së Shqipërisë. Por nuk ishte aq e thjesht si fillim njeriu kur ka vite që merret apo angazhohet në një fushë të caktuar, çdo sfidë e re, po aq sa është e bukur për t'u parë në le të themi në horizont, prapë se prapë të jep atë ndjesinë e frikës, si do të jetë, atë do të jesh në pritshmëritë e dhura, ti ta përballosh atë. Por pas disa, të thoja, mendimesh dhe konsultash më së shumti me bashkëshorten time, Patjetër. Vendosa që të aplikoj dhe sigurisht aplikimi është thjesht një aplikim, ku ti nuk ke asnjë lloj sigurie, asnjë lloj garancie, mund të jesh i vetëdijshëm për ato vlera që mund të kesh apo çfarë mund të shfaqesh, por nuk di rezultatin përfundimtar të një aplikimi asnjëherë. E din të tjerë për ty, sidomos në politikë. Sidomos në politikë. Dhe nuk isha skeptik, por isha me pikpyetjen të mëdha se si do të shkonte, pastaj numri i aplikantëve u rrit shumë, mbi 700 mos gaboj. Mbi 700. Te të gjithë kolegët e tjerë, të cilët absolutisht janë për të vlerësuar, kam parë një angazhim të madh dhe pikërisht aty pastaj dikush mendon, shiko, jemi të gjithë pothuajse të njëjtë, çfarë duhet bëj diçka që ndoshta të jem ndryshe. Por ajo që unë pash nëpërmjet kësaj platforme është se ne kemi shumë të përbashkëta. Pra, shumë prej nesh që ishim në atë platformë. Dhe shumë kandidat për deputet sot, Partia Socialiste, kanë dalë nga platforma deputetit që duam. Dhe ajo që vura re është pikërisht që jemi të ngjashëm në vizion, jemi të ngjashëm në mënyrën se si e shohim politikën nesër. Dhe me kënaqësi dhe krenari do të thoja që unë vërtet ndihem mirë që jam një nga ata të rinj që u zgjodh nga kjo platformë dhe uroj që të përfaqësoj dinjësisht edhe të gjithë ata kandidatë cilët ndoshta nuk janë në listat për kandidat për deputet, por që vërtet kanë vlera të jashtëzakonshme, janë të rinj që mund të japin një jashtëzakonisht kontribut të madh në Partinë Socialiste dhe në shoqërinë në Shqipëri. Patjetër, në çdo fushë. Tani dua ta lidh pak me pjesën me backgroundin tuaj më tepër, tek pjesa e arsimit, përse jeni edhe pedagog i jashtëm, keni kryer dhe studime përse i përket drejtësisë, tashmë mos gaboj dhe për biznesin ndërkombëtar, pra e ndiqni ende doktoraturën. E kam përfunduar doktoraturën. Okay. Fatmirësisht për mua. Nuk ishte gjë më e thjesht botë. Jo, asnjëherë. PhD-ja, domethënë është tamam si aplikimi për por e kam përfunduar dhe shumë larg nga shtëpia biles. Po, në Pekin apo jo, në Pekin. Do rikthehemi edhe te Kina në fakt. Po, doja të dia pak duke e njohur, domethënë le të themi nga brenda, po dhe nga jashtë arsimin. Çfarë mendoni se janë
reforma të rëndësishme që ndoshta nesër në parlament ju do jeni një zë më tepër për arsimin, për trind ose për ndërlidhjen me tregun e punës. Shiko, ose sfida. Nuk është shumë e thjeshtë që të gjesh zgjidhje të problematikave aktuale, sidomos në arsim, pasi janë të nevojshme reforma, janë të nevojshme gjërat planifikuara shumë mirë, të përshtatura me kohën. Ajo që është akoma më rëndësishme është që ne duhet të përforcojmë faktin se studentët janë vërtet potencial për vendin. Dhe kur them potencial për vendin do të thotë që nëse ata ne arrim t'i lidhim dhe t'i përgatisim mirë dhe t'i lidhim me tregun e punës, ky është një avantazh i jashtëzakonshëm, cilin nuk e gjen dot në asnjë formë tjetër. Njëkohësisht arsimi profesional unë mendoj që ka patur një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe kjo është një shenjë shumë pozitive, sepse arsimi profesional me më shumë praktik, me më shumë bashkëpunim me bizneset, e ka bërë studentin që të kalojnë tregun e punës shumë më shpejt. Dhe gjykoj që edhe universitetet në përgjithësi duhet të jenë pak më fleksibël, pak më të hapur ndaj inovacionit. Jetojmë në një periudhë ku nuk ka më do të thoya karriera standarde të caktuara që ti planifikon me laps me letë. Ka qenë një kohë kur punoje 40 vjet në një punë edhe dilje në pension. Edhe unë vetë kur isha pas gjimnazit, domethënë trendi madhor atëherë ishte o bëje juridik ose ekonomik. Edhe paradoksi është që ju keni bërë juridik, unë kam bërë ekonomik. Do tani nuk është më e njëjta gjë, mendoj. Kështu që duhet të jetë edhe universiteti më i hapur ndaj inovacionit, të krijojë mundësi reale për studentët dhe temi në vend, sepse edhe të rinjt sot janë shumë më të shpejtë, shumë më aktiv, shumë më të përshtatshëm me kohën. Në fakt edhe bota digjitale detyrimisht kërkon ato që quhet reskill dhe upskill, pra sa do të kesh mbaruar dhe shkollën, nevojitet trajnimi vazhdueshëm edhe në fakt ky edhe arsimi profesional dual ka dhënë ato kontributet e para të personave që bëjnë edhe praktikën edhe teorinë tashmë, jo vetëm teori gjithë ditën, le të themi, po futen, le të themi, më thjesht edhe në tregun e punës. Ju e përmendët vetë më përpara, më thënë, e mbaruat doktoraturën në Kinë, në Pekin, mos gaboj, dhe lidhjet tuaja me Kinën janë edhe si pasojë e këtij instituti Konfucius, që jeni dhe drejtor, pra keni vite, mos gaboj, që në 2015 apo ja. Po 10 vite. Tani si e vlerësoni potencialin ose ndërlidhjen e Kinës me Shqipërinë në një botë ku le të themi është tashmë e polarizuar sërish midis Lirisë dhe Perëndimit dhe alternativa, themi SBA ose Bashkimi Evropian është më pranë Shqipërisë se sa le të themi lindja, kështu që jo më pranë, po është vetmi alternativë. Është vetmi alternativë, ndonse shkëmbime tregtare me Kinën, le të themi Kina është partneri i dytë më i madh tregtar me vendin. Si është kjo dinamikë, domethënë, se është shumë interesante në rastin tuaj. Shiko, unë si pjesë e Universitetit të Tiranës u emërova në atë kohë drejtori i këtij instituti nga ish rektori i universitetit profesor Dori Kule, dhe ishte një sfidë për mua jashtëzakonshme se instituti ishte në fillimet e tij. Dhe imagjino në fund të vitit 2015 që të ndërtosh një institut me plan program të mirëfillt për të promovuar gjuhën dhe kulturën kineze në Shqipëri dhe për të krijuar mundësi shkëmbimesh studentore dhe akademike midis universiteteve shqiptare dhe atyre më të mira në Kinë. Në 2015 skepticizmi ndaj kësaj gjëje ishte i jashtëzakonshëm, pastaj numri i studentëve gjithmonë në rritje e bëri që njerëzit kuptojnë që vërtet kjo është diçka shumë e mirë për cilën studentët absolutisht duhet ta shfrytëzojnë. Dhe kështu nisi, le të themi, kontakti im i parë me Kinën, pastaj unë fillova studimet doktorale atje. Dhe në Kinë ka universitete shumë të mira, që janë partnerë me universitetet më të mira në Amerikë, në Angli, edhe në Angli, po. Europë, kudo. Dhe studentët tashmë në Kinë janë ndërkombëtar, ka shumë studentë ndërkombëtar, nuk është më si dikur kur tregu do të thoya ishte më lokal. Lidhjet që ne kemi arritur të bëjmë, duke shërbyer si do të thoya unë, midis universiteteve këtu dhe në Kinë, kanë qenë shumë të rëndësishme. Të rëndësishme sepse ne kemi shumë çfarë marrim nga kurrikulat e tyre, nga programet e tyre, nga teknologjia sidomos.
e tyre në mësimdhënie gjithmonë flas. Dhe për më tepër arritëm në një pikë të tillë kur besoj që kemi nënshkruar më shumë se sa 10 marrëveshje midis universiteteve shqiptare dhe atyre në Kinë dhe kemi bërë shkëmbime studentore çdo vit me mbi 20-25 studentë. Për sa i përket pastaj kontekstit tjetër politik apo ekonomik, Shqipëria e ka shumë të qartë pozicionimin edhe do të thoja rolin Patjetër. e caktuar me të ardhmen e sigurt në Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara si aleat strategjik i joni, por marrëdhëniet ekonomike me Kinën janë shumë të mira dhe këtu nuk shoh absolutisht asnjë dizavantazh, përkundrazi. Duke qenë nesër pjesë e Bashkimit Evropian, sigurisht që dhe ne pastaj do t'i përshtatemi gjithë politikave të Bashkimit Evropian, tregtisë dhe doganore. por që duhet të ritheksoj edhe këtë. Bashkimi Evropian është një nga partnerët më të mëdhej, për të mos thënë kryesori i Kinës në shkëmbime tregtare. Dhe viceversa. Sigurisht. Pra dy partnerë me njëri tjetrin. Po, ne mund të bashkëpunojmë me Kinën, sidomos në arsim. Unë mendoj që në arsim dhe në kulturë çdo shkëmbim është i vlefshëm. Nuk ka rëndësi fare se me cilin shtet bëhet. Gjykoj që mund të sjell një feedback shumë pozitiv për të dyja vendet. Okej, duke e lidhur tashmë edhe me profilin tuaj përse përket zhvillimit të biznesit, pra ose biznesin ndërkombëtar, si e shikoni pjesën e investimeve të huaja direkt në Shqipëri? Çfarë mund bëj Shqipëria ndoshta më tepër për të nxitur investimet e huaja? Ka arritur nivelin rekord, mos gaboj vitin e kaluar, por nuk e di ndoshta perspektivën tënde përse përket kësaj fushë, ose tregu aziatik ose Po, e kuptoj. Më sa keni experience-ën tuaj. Po shiko, unë mendoj që nga eksperjenca ime akademike, le të themi në fushën e biznesit ndërkombëtar, sidomos studimet e fundit që unë ju përmenda, kam arritur të kuptoj se apo të kemi një pasqyrë, le të themi të qartë me mënyrën se si funksionon kjo gjë, logjika e investimeve të huaja apo globale. Por Shqipëria ka shumë potencial. Pra është një vend ku mund të investohet mirë, mund të investohet në disa sektor strategjik, mund të investohet në turizëm, pastaj mund të investohet në shumë shkallë. Kjo për shkak të pozitës gjeografike që ka, pastaj dhe nga pozita gjeostrategjike, sepse duhet parë që ka një forcë punëtore kualifikuar, të re, kostoja është konkurruese në raport me vendet e tjera që kanë për shembull turizëm të zhvilluar me radhë. Por mund të tërheq investime reale nga vende si Azia, Shtetet e Bashkuara sigurisht mundet, patjetër Europa, Bashkimi Evropian është gjithmonë partneri ynë kryesor në këto. Mendoj që duhet që institucionet tona të jenë shumë më serioze, më të qarta në dhënien e informacionit. Duhet që ne të mos pengojmë, por të ndihmojmë apo të jemi katalizator të këtyre investimeve. Këtu ka patur shpesh investime të huaja. Okej, investime direkte dhe indirekte në Shqipëri, në sektor, siç të thash, të ndryshëm, duke nisur që nga nafta tek mineralet, tek turizmi, energjia tek turizmi. Real estate në fakt është një nga trendet më të fundit. Real estate. Pra ato që janë parë më të mundshme dhe më reale. Pra, nëse marrim për bazë këto që thash, thelbi i gjithë këtij suksesi në fakt në fund ditës është që ne në Shqipëri të kemi stabilitet, shumë i rëndësishëm nëse kërkojmë të përthithim investimet huaja, të kemi transparencë, shumë rëndësishme dhe mbi të gjitha ne të kemi besueshmëri afatgjatë, jo diçka momentale ku i themi shiko sa bukur është tani, po të jetë një gjë që ka vite që funksionon këtë formë edhe pastaj patjetër që ata janë më të interesuar. Erion, përse përket BE-s, ju e përmendët është orientimi në vetëm patjetër. Sa afër jemi, ne kemi dëgjuar në fakt edhe le të themi komisioneren KOS që flet për 2027-ën që mund të mbyllim negociatat. Ju jeni ekspert, me sa di unë, keni studiuar dhe Bashkimin Evropian, mënyrën si funksionon. Po, cilat janë disa benefitet prekshme për qytetarët, pra, edhe si kandidat për deputet, po edhe si studiues akademik nga ana tjetër. Ndoshta mund më shpjegoni pak më qartë se çfarë konsiston 2027 dhe çfarë janë këto benefitet e BE-s që ne presim. Shiko, unë kam jetuar disa vite në Europë, më saktë në Itali. Pastaj kam studiuar studime europiane. dhe diplomaci. Ne jemi,
shumë pranë Bashkimit Evropian. Në fakt ne s'kemi qenë ndonjëherë më pranë Bashkimit Evropian se sot. Dhe ky është një fakt i pa mohueshëm dhe i pa ndryshueshëm. Në raport progresi i BE-s e thotë të gjithë, domethënë. E thotë raport progresi, kanë thënë të gjithë titularët po dhe politikisht, Bashkimit Evropian edhe politikisht, dhe e ka shprehur kryeministri Rama disa raste më mirë se kushdo, me fjalë edhe të thjeshta për të kuptuar se ky është momenti ku ne duhet të përqafojmë njëri tjetrin, sepse jemi gati, edhe ne, edhe ata, që të bëjmë këtë hap shumë të rëndësishëm për ne, por që sot është shumë i rëndësishëm edhe për ata. Prandaj 2027 është realisht një objektiv më se i arritshëm, nëse ne ecim me këtë ritëm reformash edhe ne shfrytëzojmë siç duhet gjithë momentin, dhe jam shumë besim plot dhe pozitiv se do të jemi pranë mbylljes përfundimtare të këtij kapitulli të lashtë tashmë për ne shqiptarët, që kemi dëgjuar që kur kam qenë unë fëmijë me dekada se jemi tashmë pranë, jemi pranë, po jo si sot asnjëherë. Dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Pra dhe ana teknike është se ajo është pjesa më e vështirë. vështirë. Rëndësia e këtij momenti më njëherë është e jashtëzakonshme, sepse kemi një dritare përpara të hapur, dhe kjo nuk është e përhershme. Kemi raste shumë pranë nesh, si Malizi, Maqedonia e Veriut, mos të shkojmë në shtete tjera, të cilat e kanë humbur këtë moment dhe akoma nuk e kanë gjetur rrugën e dur dhe vendin e dur për të ecur përpara drejt hyrjes përfundimtare në BE. Ne nuk duhet që ta bëjmë të njëjtin gabim. Qartë. Pra është dhe mesazhi i qartë besoj për zgjedhjet, domethënë, dhe vetë fushata është orientuar drejt Bashkimit Evropian. Është gjë më e rëndësishme. Është teknikisht e mundur. Është gjë më e rëndësishme nëse ne vërtet dhe realisht kuptojmë rëndësinë e hyrjes në BE. Domethënë, po të fillojmë dhe të hyjmë statistikisht, dhe të shohim dhe të flasim me shifra. Po këtë doja pak të flasim me shifra se çfarë investimesh do të kishim, çfarë ndihme ekonomike do të kishim, çfarë suporti do të kishim në bujqësi, në infrastrukturë. Pra, do të kishim investime apo do të kishim fonde nga Bashkimi Evropian, të cilat sot i marrim në 10 vjet, me hyrjen në BE do t'i merrnim çdo vit. Do t'i merrnim çdo vit. Ka ndodhur mos e ka. E njëjta gjë ka ndodhur. Dhe domethënë është aq e rëndësishme sa që nuk duhet kursesi që ta humbim këtë moment, dhe e kemi shprehur qartë në gjatë kandidimit ton, kudo edhe në panele apo në studio televizive, se njerëzit do ta kenë qartë rëndësinë e kësaj dhe rëndësinë e të qenit nesër qytetar shqiptar me pasaportë europiane, i barabartë si gjithë tjerët, të zhdukim stereotipin që kanë për ne, edhe atë shprehjen e famshme që na thoshin kur unë isha student jashtë, që shqiptarje nuk dukesh. Ne jemi si të gjithë tjerët, s'kemi si dukemi, as pse dallojmë. Jo. Normalisht, edhe unë shpresoj që domethënë të paktën deri në 2030 të arrijë edhe konsensusi politik pastaj, pas përfundimit të negociatave, pas përfundimit të negociatave, pastaj do të jetë konsensusi politik dhe të gjithë parlamentet duhet të votojnë për hyrjen e Shqipërisë në BE. Do kalojmë në rubrikë tjetër, janë pyetje më të shpejta, por mund të merrni edhe kohën tuaj në këtë rast. Do të fillojmë nga figura ose historike ose politike që ju frymëzon më tepër. Mund të jetë kombëtare, mund të jetë ndërkombëtare, nuk e di domethënë, kë mund të keni. Ndërkombëtare kam shumë të thjeshta them. Është John Fitzgerald Kennedy. Në fakt Kennedy unë e kam studiuar si personazh, si politikan, si një individ i suksesshëm në politikë që në moshë të re. Që kur isha 20 vjeç, mbaj mend isha me studim atëherë dhe vizitova për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vajta në muzeun dhe librarinë e tij në Boston, dhe me një flet formati sot që mendoj vërtet amatore, vajta dhe prezantova një projekt për të marrë akses në arkivën digjitale të Kennedyt. Që atëherë nuk ishte e hapur, vetëm këto muajin e fundit. Po flas në 2010-ën, dhe ata pan dëshirën time si njëri shqiptar që donte nesër pas nesër të shkruante diçka për Kennedy. Në fakt unë kam shkruar shpesh për Kennedyn, edhe në për gazeta apo në për media gjatë viteve. Është figurë interesante. Dhe besoj që ishte një i ri në politikë që erdhi, u rrit shumë shpejt dhe po ashtu
ushua në mënyrën që nuk ka njëri në botë që nuk e di tashmë. U vra në Texas. Dhe la për gjysëm, dhe la për gjysëm gjithçka që kishte nisur ai dhe administrata e tij, ishte një individ i cili la shprehje botërisht të njohura, siç është për shembull mos pyet çfarë mund të bëj vendi për ty, por çfarë mund të bësh ti për vendin. Mendoj që ishte një mendje brillante, ishte një njeri që vinte nga një familje shumë e pasur, por pra nuk hyri në politikë me qëllimin për të marrë famë apo për nuk e di se çfarë, por hyri me qëllimin e mirë për të ndryshuar faqen e politikës në ato vite në Amerikë, që ishte vërtet shumë e vështirë, situata, sidomos konfliktet që kishte brenda për brenda. Jo vetëm me Bashkimin Sovjetik, por edhe ato që kishte brenda për brenda me të drejtat e qytetarëve. Po, e vërtet, vitet 60, vitet e të mërshme, vitet 60, të drejtave civile, dhe ai u përpoq, dhe edhe pse nuk e lejuan ta çonte deri në fundën e tij amerikane, ai absolutisht la një frymë e cila është përcjell deri më sot tani, derisa ka arritur deri këtu te unë, imagjino se çka bën në Amerikë. Ja, vërtet është. Një mësim i rëndësishëm që keni marrë nga përvoja juaj ndërkombëtare, ose që mund le të themi të aplikohet në botën politike. Në vizitat e para që kam bërë në disa nga qytetet më të mëdha në botë, për shembull në New York, kam bërë një praktikë studentore në OKB. Isha vetëm 20 vjeç, njëri që nga Tirana në realitetin atyre viteve spostohet në Itali dhe pastaj nga Italia shkon në New York. Aty kam do të rënë me këmbë tokë, se në atë moshë nuk para je me këmbë tokë, je kryesisht fluturon. Aty kam rënë me këmbë tokë dhe kam thënë Erion, shiko, nuk je askush në këtë botë nëse nuk do bësh, nëse nuk do japësh maksimumin tënd për të arritur disa objektiva që njeriu i vë vetes që mund të jenë të ndryshme. Por vetëm në këtë mënyrë me shumë punë mundemi që të arrijmë ato që duam, në të kundërt asgjë nuk na vjen nga qielli. Jo, patjetër. Erion, një ligj ose reformë që do të doni ta ndryshoni, nëse do kishit le të themi shkopin magjik, ose që do të doni të shihni të përmirësuar nesër në parlament. Në shkop magjik do kisha bërë magjira unë, po nëse do duhet të ndryshoj diçka, shiko, besoj në rastin tim ndoshta edhe vi nga sistemi arsimor dhe e kam pak personale. Po unë me shkopin magjik do të doja të kisha një sistem arsimor perfekt. Pse e them këtë? Ne sistemin arsimor e kemi rregulluar shumë, kemi ecur shumë përpara. Patjetër që ka punë për të bërë, po kemi ecur shumë përpara kur e krahasojmë se ku kemi qenë. Sot që flasim me gjithë vështirësitë që ka, patjetër që jemi shumë më mirë se më parë. Por nëse do të kishim një sistem arsimor perfekt, çdo fushë tjetër do të prekej në mënyrë direkte apo indirekte. Sepse nëse unë do të thosha të kemi një sistem shëndetësor perfekt, apo të kemi, ku di unë, sistem pensionesh apo sistem kontributesh, nuk do të ishte e njëjta gjë. Pse? Sepse sistemi shëndetësor do të garantonte sigurinë shëndetësore të njerëzve. Por e dim të gjithë që ka një fillim dhe një fund kjo jetë dhe kaq. Por sistemi arsimor do të kontribonte edhe në një sistem shëndetësor, edhe një sistem shëndetësor më të mirë, edhe në një politikë bërje më të mirë, edhe në breza më të përgatitur, edhe në një ekonomi të rregulluar më të mirë. Pra, unë i qëndroj besnik asaj që sistemi arsimor më tepër investime ndoshta në patjetër. Më tepër investime jo vetëm, por të ishte ndërlidhja publike private. Ndërlidhja publike private sigurisht është një pjesë e saj, por ajo që do doja më shumë do të ishte që sidomos universitetet në Shqipëri të ishin në një stad akoma më të lartë. Ashtu siç po punohet për t'i arritur. Ne kemi arritur sot një ndërkombëtarizim si asnjëherë më parë, por duhet të jemi vetëm me hapin e kohës. Në të kundërt, rinia menjëherë ka atë dëshirën për të pasur dizinteresim ndaj diçkaje, dhe ne nuk duhet që t'i lëmë të shkëputur nga kjo. Edhe arsimi profesional, siç e përmenda edhe çfarë, është shumë i rëndësishëm sot. Kemi kuptuar diçka, ti e di shumë mirë se edhe pse mund të jesh pak më i ri se unë, ti e di shumë mirë që kanë qenë disa profesione shumë të paragjykuara vite më parë. Ti thoje dikujt që po bëj një shkollë për kuzhinier. Po dhe për berber. Për berber, do të thotë dikush do gati
do të tentonte të qeshte me ty, po sot unë mendoj që nuk do të qeshte më. Okej. Sepse ka treguar koha që këto janë profesione që jo vetëm të japin punë, por të japin dinjitet si njeri, ti bën një profesion që ndikon të tjerët, që je pjesë e motorit ekonomik të vendit njëkohësisht, pra je i rëndësishëm. Dhe kësaj kohe duhet i përshtatemi. Okej. Jo, e vërtetë është. Për ta përmbyllur Erion, çfarë duhet bëj Partia Socialiste për të fituar mandatin e 4, sipas jush? Çfarë duhet bëj Partia Socialiste? Duhet të vazhdoj të bëj atë që ka bërë gjithmonë, por ta bëj më mirë. Që do të thotë duhet të jetë më Domethënë kemi vënë për kritika konstruktive në Po, këtë rast. patjetër, Unë po si- për po, këtë patjetër. arsye Po jo, ta Do them them- unë pse kemi vend për kritika konstruktive, për shembull. Sinjalin e parë që ka vend e ka dhënë kryesia e Partisë Socialiste dhe kryeministri Qemelistat që u bën. po. Për këto 25% ishin të rinj, le të them. Pra, ata 25%. thanë, okay, ne duam që të hapim partinë, sepse duam që ta përshtasim partinë me kohën, duhet ta përshtasim me kërkesat që kanë qytetarët, me njerëzit e duhur për të qenë përfaqësues qytetarëve. Pra, e ka parë shumë mirë atë se çfarë donte të bënte. Por besoj se sfida më e madhe sot është të tregojmë që dim të rinovohemi. Okej. Dim të mësojmë, dim të dëgjojmë, që është shumë e rëndësishme E sot të rëndësishme. dëgjosh, E rëndësishme. sepse duke dëgjuar kupton shumë gjëra të cilat nuk i kupton nëse nuk dëgjon. Dhe Partia Socialiste këtë e shfaqi me listat. Kjo ishte shfaqja e parë që bëri, por e ka shfaqur në mënyrë të vazhdueshme. Ti e di shumë mirë që figurat në Partinë Socialiste kanë ndryshuar. Tani qytetarët sot nuk kërkojnë më vetëm bilance. Kam unë kolegë të mi, kandidat nga partitë opozitare, që sa herë dalë përballë me ta, më thonë vetëm shifra. Do ta çojmë kaq, do ta bëjmë aq, pensionin kaq, këtë aq. Njerëzit nuk kanë nevojë për bilance, në fakt njerëzit kanë nevojë për fjalë të thjeshta, jo të bukura, presin ide, presin zgjidhje konkrete për realitetin e tyre, të përditshëm. Pra duhet jetë shumë më afër njerëzve dhe Partia Socialiste. Edhe ne që jemi përfaqësues të saj nesër, duhet jemi shumë më afër njerëzve. Duhet jemi më real, duhet jemi më të sinqert. Nuk duhet jemi vetëm ta kemi si detyrë. Unë për shembull kam ngulja fort gjithmonë që të më jepej mundësia të punoja në zonën ku kam jetuar gjithë jetën time. Dhe në Laprak patjetër. Dhe pse e kërkova këtë? Sepse unë në këtë formë atë që po bëj tani dhe që do bëj nesër në vijim, nuk do ta bëj vetëm si detyrim timin politik apo moral, po do ta bëj si diçka shpirtërore. E ndjej pjesë timen. Nuk do jem turist elektoral, që do vete aty 3 muaj edhe do t'i them, shiko, miru pafshim. Jo, sepse janë njerëzit me cilët jam rritur, janë prindrit e shokëve dhe shoqeve të mia. Dhe janë njerëz, janë familjarë të mit, janë njerëz që kanë jetuar me 2-3 breza përpara meje. Nuk mund ta bëj. Dhe një ndër to është që një nga arsyet pse unë kërkova aty. Por në fakt duhet të fokusohemi shumë te të rinjt. Duhet të fokusohemi shumë që të përpiqemi të krijojmë atyre mundësi dhe për të fituar mandatin e 4, ne duhet të çojmë përpara me bindje këto ide dhe vizion që kemi. Bazuar në fakte, në argumente. Pasi edhe unë ndaj mendimin me ju dhe shoh le të themi programet politike të paktën të Partisë Socialiste që nuk janë të egzageruara. Pra, nëse vite më përpara ne kishim një luftë egzagerimesh të programe politike, të paktën janë me këmbë tokë dhe kanë një farë baze logjike, ekonomike, juridike pas tyre. Kështu që në këtë rast duhet të jenë reale. Programet po nëse shikon në shumë raste disa përfaqësues të disa partive politike, nuk është se flasin në bazë programi. Arrin dhe thonë deklarata. Thonë deklarata të cilat është shumë e vështirë ti deshifrosh. Një ndër to është më ka rastisur dhe mua, ka qenë ky parimi që do ulim taksat, ndërkohë do rrishim shpenzimet publike. Pra, në asnjë sens ekonomik logjik, nuk mund të ulësh të ardhurat dhe të rrisësh shpenzimet. Ekziston një mundësi e vetme që ta bësh atë. Teori ekonomike, nuk e di. Ekziston vetëm një mundësi e vetme dhe është ai shkopi magjik që ti përmende çfarë. Nëse e kanë gjetur, ndryshe vështirë. Shumë faleminderit që ishit Majtas. Ishte kënaqësi edhe suksese tashmë në fushatën tuaj elektorale. Kënaqësi për mua që isha në Majtas, se unë gjithmonë kam qenë Majtas. Faleminderit.